Tash, derisa të kujtohet nëse nuk ka dukush pyetje, une të tregoj edhe disa hadithe tjera, ku se mendon dikush se vetëm ki hadith është se bën, domethënë apo duhet me ju çu atyre që janë domethënë të devotshëm, të mirë. Kemi edhe hadithe tjera, e ndër ato hadithe janë të përmendi edhe hadithin që e transmeton Tirmidhiu, Ebu Davudi, Bukhariu në Edeb, jo në Bukhari, një libër tjetër, Edeb. Domethënë Edeb do thotë terbije, edukat. E përmendën këtë hadith, domethënë këtë hadith në atë libër prej Hazreti Aishës radiallahu anha, e cila tregon se më tepër që i ngjante pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte thot kush? Fatimja. Hazreti Fatimja. Thot nuk kish dikush që i ngjante pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në bisedë, në ulje, në sjellje, në veprime, më tepër se sa Fatimja. Ajo thot tepër i ngjante Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Fatimja kur vinte te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e tregon tash. Thot kur vinte te ne, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot u çonte. Keni parasysh, u çonte në kom. U çonte. Ka pas mundësi të thonte oj bi hunxhu çate, ulu çate. Për shembull. A ka pas mundësi? A dhe nuk t'i thonte Fatimja asgjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse baba i thot, ashtu? Baba i thot ulu çate. Siç për shembull ndodh me ne, sidomos ne për shembull, si ja bëjmë? Pak e se ndjejmë vetën, pak e se domethënë ma plesh, ma ashtu edhe ulu çate. Nuk i qohën në ko, se erdh vajza për shembull, ha? Nuk e ka pa shembull, disa ditë, 3 ditë pa marrë parasysh. Por çka? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u çonte në kam. Edhe çka? Dilte dhe e pritte. Edhe e mirëte për dore, thot. E mirëte për dore Fatimën, e përqafonte njerë. Marrë. E përqafonte dhe e mirëte për dore dhe pastaj e ulte te vendi atje, manalt. Këtë ullur, nga të meje. A keni parasysh? Do më thonë, nuk është gjuna ta ulish dikon të manalt. Ta në shenjë respekti. Çka është gjuna? Gjuna është ati ti hije çollami, edhe, do më thënë, qibri, atë duhet të largoja. Edhe kështu duhet të kuptojmë atë. Kjo do më thënë në një. Në 2, e kemi edhe një hadith tjetër, ku Ka'b bin Maliku, i cili nuk mor pjesë në luftën, nuk mori pjesë në luftën e Tebukit. Ju e dini se disa Allahu subhanahu që nuk morën pjesë në luftën e Tebukit, i shpalli si njerëz jo të dëshirueshëm. Edhe ata persona, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ato persona tha duhet të bojkotohen. Jo bojkot, kështu do të thënë në atë mënyrë vetëm në aspektin ekonomik, edhe në aspektin shoqëror, edhe në aspektin e sjelljeve ndaj tyre. Bojkot. Kështu që ai vetë tregon, Kabi, thot, dilsha në treg. Edhe i thësha, sa kushtojnë këto be? Blie diçka. Ai thot e kthen te koka. E në dyqonxhia nuk i ka shet. Para mendoni. Bojkot. Shkoj ata i tjetri, thot unë sa bësh ati foli, ai e kthen te kokën nënën tjetër. Shkoj në shtëpi,
Pra bojkot edhe me shpinë, edhe me antarët, me gruan, me njeriun më të afërt. Thot, ajo thot e kthen të kokën anësh. Unë i fulsha, ajo nuk më kthen të gjevapin, përgjigje nuk më jepte. Se ishte urdhër i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mënyrë është dashur me ata, pse? Domethënë nuk kanë marrë pjesë në luftën e Tebukit. Në rregull. Thot kur Allahu xhaleshanuhu ne i pranoi teubën neve, edhe ki thot kallzon atë dëshpërimin që e ka pas, vetëm është lutur. Askush nuk i ka fol, para mendo. Shoku më i ngushtë, shokët që i ka pas më ngushtë, si kanë fol. Edhe thot kur ne i pranoi Allahu xhaleshanu teuben, unë hina në xhami, tregon kitash. Edhe vallahi thot unë nuk ja harroj Talhas, një personit, nuk ja harroj asnjëherë Talhas sjelljen e tij që e ka bë me mua. Ishte aty thot në atë rrethin xhami edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Talha thot kur më pa mu, u çun kam. O çun kam. Edhe thot më përqafoj. Tha më herë të qoftë toba që të ka pranu Allahu xhaleshanu. Do më thonë jo çun kam, keni parasysh. Si kur të ishte ndaluar t'i qohësh në kam dikujt, do t'i thonë të pejgamberi se "Ulo, çka bën ti?" Ha? Çe do bë? A dush një vend xhehenem atje, ha? Pa atë hadithin që e ka thonë ashtu pejgamberi se me ka thonë për diçka tjetër, siç e shpjegua. Nuk e ka thonë domethënë për më uçu për respekt dikujt dhe për gëzim dikujt. Pra, edhe shumë hadithe, edhe ka edhe tjera transmetime, por ne mjaftohena me kaq, me këto. Urdhno tash, Sula, se më duket se pate paras. Thatë se ato nikoqirët tuaj atje se ajo shpaja, Pa, s'kan pas tërbije islame. pa. Më intereson atëre çfarë tërbije? A mund t'i karakterizojmë se kanë pas tërbije arape? Ja, dhe Arapi nuk e ka atë tërbije. Bile e në atë nuk e kam. Ja, kësha është e puna. Dhe më thonë, problemi atyne është se gjoja se po e praktikojnë një parim islam. Atë është e puna. Kupta dhe prandaj unë e përmendja. Sa ato e bëjnë në emën të praktikimit të synetit të pejgamberit. Që syneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka të bëjë me atë as pak. Ato çka bëjnë? Ato e keqkuptojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E vjen aty ku s'duhet. A më kupton? Dietarët, në përgjithësi, Imam Neveviu, para mendoni, në më thonë ka shkruajt libër. Ka shkruar libër për të qumën kam. Ti që është për respekt njerëzive që kanë janë të mirë, të devotshëm, dietar të uqosh në kam. Libër ka. Ama ai i kupton hadithet edhe e din ku ta vjen hadithin. Për çka e ka thonë këtë pejgamberi sa dhe për çka e ka thonë këtë tjetrin hadith. Çapo. Ai për shembull ka dëni mjek din kur për shembull të porosise që pacienti i tij filon ilaçin ta pëjë dhe kur nuk duhet ta pëjë. Edhe nuk e jep çdo kujt një njëjtin ilaç. Po më varet domethënë prej pacientit. Kështu. Një pyetje kam shumë nëse. Po, Selam aleikum, jam në Mërgim dhe dua të pres kurban. A bën atë të bëjmë në vetlinja apo këtë ku jam? Sa e di, atje ka më shumë nevojë se sa te ne, vetëm njëti ja pranohet. Allah i shpërblet. ma mirë është domethënë njeriu ta bëjë kurbanin atje ku është. Ma mirë. Kështu.
Edhe pse, do më thonë, mund të edhe largë nëse është, mund të edhe largë, e porosejtë, me të porosejtë, nuk ka problem. Kështu. Një pyetje tjetër. Selam aleikum, një vëlla sot më tha kishte lexuar në një libër një hadith ku përmendet se Allahu dhe melaqet lutën për robi. Sa është i vërtet ky hadith? Vetë nuk e kam lexuar, Allah ish problem. Allahu dhe melaqet lutën për robi. Ajet ka. Në më thënë, jo se lutë, Allahu Gjeleshanu nuk lutet, por çka lëshon mëshirë, spjegimi është. Ata ajetin kuranor që e lexova unë, inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Pra Allahu Gjeleshanu çka tekstualisht nëse marrëm ta përkthem, thot Allahu Gjeleshanu lutet që yusalluna. Apo e përshëndet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Se salat ka kuptime të ndryshme. E tash, shumica e dietarëve thonë domethënë yusalluna Allahu çka lëshon mëshirë. Melaqet çka i lutën Allahu Gjeleshanu për t'ia ngritur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam famën. O ju besimtar, ju prandaj edhe ju bëni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ju thoni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kështu. A ka hadith kështu domethënë drejt për drejt, ja nuk e di. Ajet kuranor, domethënë që na urdhëron neve të bëjmë salavat ka. Këtë ajet gati se çdo imam në ditën e Xhuban hidbe e lexon. Pa. Kjo është kjo mbana në zonë si të gjithë për gjyqë, si kondi të shvish. Pa. Kjo puna në se kom qarë, kom të vit. Pa. Puna të ngrot në s'kom, Pa. në zotë në vjë. Pa. Si respekt në dhe të mbrema. Shqyqa, djetarët kanë di mendime. Shumica e djetarëve, domethënë janë të mendimit se lejohet e ngritmja në këmbë në mes të mevlutit apo kur pa marrë parasysh. Këto është praktikuar domethënë në mes. Për respekt Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në çfarë aspekti ato i kanë argumentet e tyre, bile ka domethënë disa argumente i bie edhe Suyutiu, Imam Suyutiu. Bile kom unë edhe një libër të Xhauziut, por thuhet se nuk është Ibn Qayyim el-Xhauziu, domethënë nxënësi i atij Ibn Taymije, se ka pas edhe një tjetër ka pas. Po. E pa marrë parasysh, domethënë dietarët dy mendime ka, shumica edhe dietar, kur thon dietarët eminent, flasëm për dietarët eminent. Domethënë nuk flasëm për dietar kështu thjesht, eminent. Thonë se lejohet dhe preferohet njeriu më uçu në kapë. Pse për shembull? Po nëse për shembull, ta zon. Ato edhe pse e marrën domethënë si ofendim. Edhe bashkët ato kur e kundërshtojnë çumën e kom, këtë e marrën si shembull. Thot mendojnë se pejgamberi ka ardhur ato. Shembull tej. Njeriu a nuk duhet që të mban apo të ketë momente ku do të bëje domethënë monolog me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të mendoje domethënë të lidhet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shpirtërisht.
Ja të theme ajo është lidhur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe sikur ai për shembull e shef se vjen Muhamedi alayhis salam. Vjen shem. Hinë. A do të kisht arsye që ai ti thote hajt urdhone hundë ulu çati poshtë. Çati ulu. Pa mu ushu, si thani. Ti për shembull. Ti, e ne duke i pas parasysh ato hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose në xhenet shembull, inshallah Allah xhashanu do na bëjë nasib. E thrasëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musafir te ne. Ndrek, edhe ti e ul. Tavolinën i ke vun ushqimet, i ke vun pijet krejt. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen. Edhe ti aguzon. Apo edhe ta mban të ftyra që thush bërën, ullu që të që për te që jo karika. Ha? Po, do të mundosh në një farmonire ta treguesh atë gëzimin tonë. Qohë si është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka përqafu Hazreti Fatimen, e ka përqafu është që, e ka përqafu. Edhe pse ka pas muzirë dhe ullu i bin, a herë dhe ullu që te. Ama nuk e ka bo. E ka tregu, atë e ka shpre dashurin ndaj asaj. Edhe ne nuk ka dirt, edhe pse nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato i po në zemra tona është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kokat tona, në zemra tona duhet jetoj. Është i gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duke u nisur nga kjo edhe shumë argumente tjera, do thonë dietarët. Shumë i sa dietarë thonë se ban më shumë, nuk është problem. Po për veti fori praktik në vlut këtë do vërteto se është majë. Po. Praktik. Në praktik, po. E kam vërteto unë personalisht se është majë, Po. Kur e ngjosh me vëmendje. Normal, po. Shëgjoni, tash, nëse njeriu, me vërtet unë për vetën ti me foli. Njeriu të ndëgjuje me vludin e gostivarit që i thona, që këtë me vludin që e lezojnë tash, valla edhe mo preket, mu s'ma hamendja. Unë për vitin tem prekam. E di? Se di. Ama për vitin tem, me vërtet dhe më thonë njeriu në e ngresh shpirtrisht. Fjallë bukura ka. Kitë ka fjallë imani. Ja. E keni ndëgju, nuk e di. E keni është dhe më thonë prekës. A dhe kitë nuk ka diçka për shembull që kundërshtohet. Normal, me pas diçka që kundërshtohet, me parimet islamet, ato duhet i e ka më nuk ka. Nuk ka. Pastaj, nëse i jepet me vlutit një karakter që duhet të jepet, besoni se ka raste në Arabi bohen musliman, apo taube, shprehin tauben me vlut. Njerëz, bëjnë taube. Ka konë njeri i poshtër, i keq ka qenë, për shembull ka gjunahe të mdhoja, edhe shprehen taube, pikuj, për dëgjumës ative vjershave, për pejgamberin që thurën dhe për Allahun xhaleshanu, për shembull, për madhninë e Allahut xhaleshanu që flitet. Atë. Kena po nësi nuk duhet. Po be. Përsëri këtë hadith e varim për argument dhe këto gjë. Cilën hadith? Që Jo hadith, ajo nuk ka hadith, po është bisedë. Domethënë do thonë, mendojnë se pejgamberi po vënjshte, hin ka jo, dera. para s'ke ata hadithin se Po. ta përgatit në një vend xhenem ai Po, cili ai e ve në vendin ku nuk duhet. E obligon xhamatin me ato hadith. Me atë hadith nuk obligohet xhamati. Me atë hadith obligohet ati që i qohësh. Ati që i qohësh në kom, ai duhet të obligohet me atë hadith. Jo xhamati. Se xhamati duhet të respektojnë atë. Kumu ila sejjidikum, muttafaqun alej. Më thonë është nuk diskuto.
Padyshim hoxhu se poezia e cila është e recituar në rregull në vend tingullon aq më herë sa që e në zemrat tona, në shpajtin e njerit prekën në telin. Po, prek. Është shumë reale se në Mevlut, kur përmendet linja e Resulullahit, sallallahu alaihi ve sellem, Po, ajo është një ndodhi për ne gjithë. Mrapa është linja e fëmijës, është një hap ndaj kësaj bote ku jemi ne shtet. E në është shumë realit ngrejsh thjesht ato fjalët vetë të çyn të ngrejsh në kënd. Ajo ndjenjë është diçka shumë më e, normal. ama të përjetosh, Normal ta përjetosh po. të përjetosh. Atër për sonte, nëse nuk ka diçka tjetër, mjafton. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.